Shikues të nderuar të televizionit, Adeu ju përshëndes. Në këndin e intervistës do të kem nderin të zhvillojmë një lidhje live me psikologen Rudina Koromani për të biseduar për stresin dhe ankthin që kalojnë maturantët në këtë sezon provimeve. Pra do t'jenë 27.000 maturantë, të cilët vetëm gjatë ditës së sotme ju janë drejtuar bankave të shkollës për të dhënë provimin e gjuhëve të huaj për të vijuar më pas deri në datën 24 qershor me provimet e tjera, por për të mësuar më shumë rreth psikologjisë, por jo vetëm, edhe për të dhënë disa këshilla të vlefshme, do të flasim me psikologen Rudina Koromani. Rudina, të përshëndes dhe faleminderit që pranove ftesën. Përshëndetje se Diana dhe urime dhe suksese të gjithë maturantëve të cilët janë në një periudhë shumë të rëndësishme të jetës së tyre për të përmbyllur një proces studimesh të shkollës së mesme për të vijuar më pas në studimet e larta. Kështu që suksese të gjithë maturantëve. Rudina, si ndikon shpresoj të japim edhe këshilla sa më të vlefshme për ta. Si ndikon ky sezoni i provimeve tek studentët të cilët do të zhvillojnë edhe provimet nga dita e sotme deri në datën 24 qershor? Në fakt, jo vetëm në momentin e këtyre, në këtë momente që ne po flasim që ata janë në proces e provimesh, pra kanë 4-5 provime për të dhënë. Por është një proces shqetësimi apo ankthi apo stresi i cili ka filluar ka ata muaj më përpara. Le të themi që në fillim të vitit shkollor, që është viti i fundit, fillon shqetësimi mbi normën, mbi provimet e lirimit për maturantët. Pra, flasim për një stres i cili ndërtohet për gjatë gjithë vitit, një shqetësim mbi performancë, një shqetësim a do të jenë të zot për të realizuar testet dhe të gjitha llojet e provimeve. Pra, gjatë gjithë përgatitjes, por i cili vijon edhe më pas. Sigurisht që në disa raste përjetohet me problematikat psikologjike që lidhen me ato emocionale, sjellore, deri ke mendime negative që krijohen tek kjo moshë. Megjithatë, duhet thënë që stresi në këtë periudhë është deri diku shumë pozitiv sepse i vën në procese motivimit, të një motivimi shumë të lartë për të dhënë maksimumin. Pra pak stres na duhet për të na vënë në lëvizje dhe për të dhënë maksimumin. Aty kur tepro dhe aty ku nuk është menaxhuar mirë, aty po mund të flasim edhe për disa probleme në të cilat kërkohet mbështetja e familjarëve, bashkëmoshatarëve, të shkollës, deri tek edhe një bisedë pozitive me veten. Po le të flasim së bashku pak nga pak këto gjëra. Nëse do të ndalemi tek simptomat e zakonshme të stresit në këtë periudhë të provimeve për maturantët, cilat janë ato? Po, të themi që janë emocionale më shumë, janë në proceset mendore vjetre një përqendrim pak më i ulët, një fokus pra, themi, vëmendja dhe përqendrimi kërkohet më i madh, ndërkohë që të rinjt të raportojnë që ndihen si të konfuzuar, si një lloj brain fogu, prishje të gjumit, sepse janë mendime të shumta që lidhen me proceset e provimit dhe me dilemat që ata kanë, të cilat ndikojnë në shtimin e këtyre mendimeve negative. Pra, në vetvete dëmtohet deri diku pjesa e mirë funksionimit të përgjithshëm. Pak para se të ulemi në bankë, Rudina, është dhe ankthi i performancës, se kemi provuar të gjithë, po çfarë mund të themi për këtë? Pra, si mund ta manifestojmë për të ndaluar dhe për të qenë më të fortë dhe për të kryer provimin, që në fund të kemi rezultate të shkëlqyera? Okej, kjo pjesa ankthi i performancës, ankthi i provimeve, është quajtur ankthi i provimeve. Pra, dihet nga të gjithë që është shoqërohet me një shqetësim të shtuar këtë të gjithë individet dhe sa më gjendje psikologjike të qetë të kemi, të garantojmë ke vetja, aq dhe më e lartë është dhe më efektshme është performanca jonë për gjatë provimit, për gjatë testit. Pra ne arrim të japim maksimumin e të gjithë dijeve që ne kemi mësuar. Por teorikisht të gjithë e dim, por që praktikisht të gjithë çedojmë, pra të gjithë kemi kaluar në këto procese që po kalojnë maturantët aktualisht, dhe e kemi kuptuar që se sa e rëndësishme është pjesa e emocioneve, ruajtjes së kontrollit të tyre dhe sa ato dëmtojnë, pra të bëjnë që ti të harrosh një përgjigje që ti e di, e të bëjnë që të harrosh edhe një përgjigje për gjatë ekzekutimit të testit. Pra është vërtet me rëndësi shumë të madhe. Si mund të garantohet kjo?
Mendoj që maturantët të kenë marrë këshillat e nevojshme, secili prej tyre, qoftë në shkolla, qoftë në familje, qoftë nga psikoedukimi i tyre personal. Pra, procesi nis para se të ndodhi provimi. Procesi nis me një regjim studimor ku vendoset një orar studimi i qëndrueshëm çdo ditë, ku vendosen orare të gjumit, higjiena e gjumit vendoset e rregut, sidomos para proceseve të provimeve. Vendosen një mirë përgatitje për veten, pra të themi një dialog pozitiv me veten për të mos e tensionuar veten, dhe aty ku konstatohen monologje negative, ku kritikojnë veten ashpër apo nuk kanë besim ke vetja, dyshojnë ke vetja e tyre, sepse ndodh pikërisht në një gjendje ankthi të shtuar, kur edhe mendimet negative shtohen ke individi, të jemi aty për t'i mbështetur, që të ecin përpara dhe të kenë besim ke vetja e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme. Dhe sigurisht ruajtja edhe aktiviteteve që shkarkojnë shëndetshëm stresin. Pra, aktivitetet sportive përgjatë proceseve të studimit të mos mungojnë, sepse janë një shkarkus shumë i mirë, momentet e qetësimit dhe diskutimet me bashkëmoshatarët dhe shumë të tjera. Rudina, përmendë prindërit dhe mësuesit, si mund të kontribuojnë në marrëvajtjen e psikologjisë, le të themi, ose më mirë si të mbajmë sistemin psikologjik përpara nisjes së provimeve? Pra, çfarë mund të bëjmë prindërit, por jo vetëm, edhe mësuesit, teksa një rol të rëndësishëm ka edhe puna me veten? Pa të diskutim. Familjarët në radhë të parë duhet të jenë mbështetësit kryesor, sepse janë ata që shikojnë në pjesën më të madhe përgjatë përgatitjes së fëmijës së tyre, shikojnë tensionet, shikojnë të gjitha problematikat edhe dyshimet që adoleshenti përvojon emocionalisht dhe psikologjikisht në këtë ankth të prodhimeve dhe të testeve. Pra të jenë aty për të qenë mbështetës, inkurajues, të jenë lexues dhe njohës të mirë të këtyre jo vetëm nevojave, por mbi të gjitha të atyre dyshimeve emocionale që adoleshenti përjeton dhe përvojon. Të themi që në periudhën e paraprovimeve adoleshenti përjeton shumë oscilacione dhe shumë tensione që lidhen me jo vetëm ankthin e performancës do dalë mirë apo do dalë mirë, por edhe në pjesën e gjithë tensionet që ai mendon para bashkëmoshatarëve, para mësuesve të vet, para gjithë botës, do i tregoj se sa ka studiuar dhe sa do vlej. Pra të gjitha këto japin shqetësime shumë të mëdha, japin tensione psikologjike dhe kush më shumë se prindi mund t'i japë atë mbështetjen e parë dhe për t'i mbajtur me këmbë në tokë dhe për të qenë gjykues sa më real me veten e tyre dhe me performancën e tyre, që të vendosin pritshmëri objektive, të jenë të kënaqur me çdo arritje të vetes së tyre dhe për të qenë mbështetës të çdo vështirësie apo nevoje që ata shfaqin përgjatë procesit të studimit për këto provime. Ndërsa në aspektin e shkollës, në këto momente gjithçka çfarë është dhënë nga mësuesit është dhënë sigurimi ofrimi i kurrikulave, i mësimdhënies e gjithçka. Në kushtet e provimit më shumë mbështetëse për të rinjt, adoleshentët që ndodhen para sfidave të provimit, është shumë e rëndësishme empatia sociale, ndërtësia e komunikimit të tyre, nxitja për të pasur besim tek vetja e tyre, për të pasur besim tek gjithçka që ato kanë mësuar, me qëllim që ata të përjetojnë sa më pak stres emocional, pra shqetësimi i tyre të normalizohet me qëllim që të performojnë sa më mirë, të japin maksimumin e tyre përgjatë provimit. Janë shumë të rëndësishme, duken elemente shumë të vogla, por që bëjnë shumë diferencë dhe janë shumë të rëndësishme për atë të rinj që ndodhet para një sfide shumë të madhe në këtë periudhë të jetës së tij. Po sa i përket gjatë provimeve, Rudina, çfarë mund të themi, çfarë na këshillon që të bëjmë gjatë provimeve, por jo vetëm edhe pas provimeve? Kjo edhe në varësi të rezultateve, pasi jo çdo gjë do të shkojë në rregull, do të ketë edhe nga ata nxënës të cilët do të marrin një notë negative, pra si na këshillon që të përballojmë çfarëdo që na rezervon? Shumë e bukur kjo pjesa e evidentimit që mund të bëjmë edhe gabime. Pra, të thuhet këtyre të rinjve që është shumë normale që edhe të gabojmë në momente të caktuara, emocionet të cilat janë në një nivel shumë të lartë bëjnë disa hile të cilat mjegullojnë
ato përgjigjet konjektive të duhura që neve na duhet të nxjerrim gjatë provimeve dhe është shumë normale që edhe këto të ndodhin, këto incidente, të jenë pranues ndaj bërjes të gabimeve, siç e theksova, të jenë të krijojnë pritshmëri objektive dhe reale tek vetja e tyre dhe të mos synojnë notën, por të synojnë të nxjerrin maksimumin e vetes së tyre, duke menduar që nesër pas nesër nuk do jetë nota të cilën shoqëria do kërkojë apo kompanitë apo universitetet do kërkojnë, më shumë se sa njohuritë. Pra se sa ky student ka kuptuar në nxënien e tij dhe për këtë të vlerësoj veten e tij. Pra për çdo arritje, çdo gjë që ka harxuar kohë dhe mund të jetë krenar për këtë arritje. Pra e rëndësishme është mënyra se si e bën këtë bisedën me veten duke vlerësuar çdo arritje të vetes dhe jo duke parë ato gabime të cilat ndodhin dhe janë të pranishme tek çdo individ. Kjo është më e rëndësishme absolute. Ruajtja e regjimeve, siç thash, e regjimeve të studimit, dhe regjimeve të gjumit, është shumë e rëndësishme, të cilat garantojnë një memorizim shumë të mirë të gjithçka që studiohet, por dhe një mbajtje në balancë të gjithë faktorëve psikologjik, nga të cilat kemi frikë se mund të çedojmë her pas here, apo familjarët më shumë janë të shqetësuar se mund të çedojnë fëmijët e tyre, mund të riskojnë në probleme të tilla. Megjithatë, më duhet të them që më të riskuarit në këtë periudhë janë vetëm ata të cilët janë të diagnostikuar me çrregullime të ankthit, sepse duhet të themi që janë profile klinike të cilët janë të predispozuar që të përjetojnë gjërat mbi normën, pak më shumë se ç'duhet. Edhe sigurisht që sezoni i provimeve për ta është një shtator më shumë, i cili shton shqetësimet e tyre, dhe ku kujdesi, vëmendja, rutina, rregulli dhe regjimi duhet të jenë akoma më të shtuara dhe akoma më të larta, me qëllim që të parandalojmë ndodhjen e krizave të ndryshme që ankthi bën, ku të disa mund të dalin me disa fobira të caktuara, të disa mund të dalin me sulme paniku, por vetëm tek ata që janë të diagnostikuar, pra 90% të rasteve ndodh vetëm tek ata që njihet kanë predispozita të këtyre profileve. Ruajtja e një regjimi të mirë të studimit, të gjumit dhe sigurisht të teknikave të studimit të duhura, sigurisht që garanton një mbarvajtje shumë të mirë të procesit. Rudina, nëse do të ndalemi tek llojet e nxënësve, pra kemi nxënës të cilët janë përgatitur vetëm për të kaluar provimin, ndërkohë që kemi edhe nxënës të tjerë të cilët janë përpjekur gjatë gjithë kësaj kohe për të mësuar fort dhe për të arritur rezultate të shkëlqyera. Nëse mund të ndajmë, kush është më i stresuar ose më saktë kush stresohet më shumë, nxënësi numër 1 apo i dyti, pra ai që mëson vetëm për të kaluar apo tjetri që thjesht, domethënë e do që ta marrë atë notën e mirë, me patjetër. Sigurisht që ai që kërkon maksimumin ke vetja, sigurisht kategoria e dytë, ata që janë kategoria që shqetësohen më shumë, që përjetojnë në shkallën e stresit më të lartë dhe që riskojnë më shumë sepse janë kërkues ke vetja, kanë kërkesa shumë të larta, prandaj dhe tek ky kontingjent rekomandohet që të kenë pritshmëri sa më reale dhe objektive dhe të vlerësojnë më shumë veten për gjithë arritjet e tyre, sepse janë kontingjent që kërkojnë gjithmonë më shumë ke vetja, duke synuar perfeksionizmin dhe duke mos besuar ke vetja, gjë që u kthehet si një lloj bumerangu psikologjik për gjatë përjetimit, për gjatë studimit, ka një mosbesim ke vetja duke përjetuar simptoma të përzjerash, rraje të shpeshta zemre, pra të gjitha simptoma fizike të ankthit, të cilat i pengojnë. Pra ata mund të kenë studiuar shumë vërtet, por që ndodh në disa raste që nuk japin maksimumin pikërisht sepse pengohen nga këto monologje negative që bëjnë me veten e tyre duke dyshuar ke vetja e tyre. Është kontingjenti që rrezikon më shumë. Të bëjmë bisedë pozitive me veten e tyre dhe të vlerësojnë çdo arritje të vetes së tyre, të kenë besim tek forcat e vetes. Pra të diskutojnë dhe me të afërmit, me familjarët, por edhe me bashkëmoshatarët e tyre, sepse janë procese që ndihmon për të parë veten e tyre reale se sa të aftë janë.
pra po flasim për kontingjentin që janë nxënës që kërkojnë më të mirën ke vetja tyre, duan të marrin nota të mira, synojnë në universitete që kanë degët më të kërkuara, që e njohin këto aftësi vetes së tyre. Dhe në qoftë se nuk e besojnë ke vetja tyre, ta marrin nga familjarët, nga bashkëmoshatarët, pra ta marrin dhe nga të tjerët për të konfirmuar dhe për të larguar këto dyshimet që kanë mbi veten e tyre, mbi aftësinë e vetes së tyre. Ndoshta kontingjenti i parë, të cilët mësojnë thjeshta për të kaluar, thjeshta për të kryer një proces, sepse është një proces që duhet kryer, është kontingjenti që ka refuzuar të studiojë dhe gjatë vitit dhe sigurisht që janë problematika të tjera të cilat ne diskutojmë për gjatë vitit, të cilat problematika fshihen tek këta fëmijë, të cilët u mungon dëshira për të studiuar dhe kanë një performancë akademike të ulët. Zakonisht janë kontingjente që kanë problematika psikologjike të zhvillimit apo familjare e të tjera, jemi në një diskutim tjetër. Në cilat raste duhet që nxënësi t'i drejtohet me patjetër psikologut, pra si para dhe pas provimeve, por jo vetëm edhe gjatë provimeve të maturës? Okej, në momente të caktuara, si para, pra gjatë studimit, gjatë dhënies së provimeve dhe më pas, mund të kemi momente të cilat i riu shfaq problematika emocionale, kriza emocionale, siç i themin edhe, mendime negative të cilat prevalojnë dhe janë dëmtuese, pengojnë funksionimin e fëmijës. Janë gjëra që janë të dukshme dhe vetë prindi mund të shikojë, por edhe në shumicën e rasteve sot të rinj i vetë raportojnë dhe kërkojnë ndihmë, sigurisht që nevojitet ndihma e një specialisti, pra në rastet ku nuk arrin të menaxhohen nëpërmjet të gjitha këtyre këshillave që na dham, dhe situata del jashtë kontrollit, sigurisht që duhet kërkuar ndihma e specialistit, psikologut. Në shumicën e rasteve, psikiatri hyn shumë pak në lojë vetëm për disa raste shumë ekstreme, të cilat nuk kanë kërkuar ndihmën në kohë. Dhe jemi ne pastaj që hymë në lojë të cilët mundohemi që të ndërhyjmë me teknikat tona për të krijuar një stabilizim të gjendjes emocionale të asaj gjëje që është të çrregulluar. Gjithçka mund të rregullohet. Gjithsesi janë procese që janë të menaxhueshme në përqindjen më të madhe të fëmijëve. Më problematike janë vetëm tek ata të cilët neve i monitorojmë dhe i ndjekim, pra është kontingjenti që është i diagnostikuar nga ne, që është në pranë klinikave tona, të cilët ne i kemi para përgatitur më përpara për të parandaluar ndodhje të përkësimit të tyre për gjatë dhënies së tyre provimeve. Pra është një proces që neve e kemi në dorë. Është vetëm një kontingjent që riskon më shumë. 10% është pjesa tjetër që mund të riskojë nga hiçi, nga asgjëja, sepse është shqetësuar shumë dhe ka krijuar një profil të çrregullimit të ankthit. Nëse do të ndalemi tek institucionet arsimore, çfarë ambienti duhet të krijojnë apo si mund të kontribuojnë në psikologjinë e nxënësve, pra që të jenë sa më të qetë, sa më komod dhe të mos e përjetojnë me stres provimin? Është jo vetëm ambienti, por edhe punonjësit që janë në këto institucione që është më e rëndësishme. Komunikimi që këta punonjës kanë me të rinjt. Problematikat më të mëdha janë vënë re në prishjen e këtij komunikimi dhe po flasim këtu për një moshë, maturantët kanë një moshë që janë në zhvillim sipër ku komunikimi është shumë e lehtë për të prishur. Ofendimet janë shumë të thjeshta dhe të lehta për të bërë. Nevojitet pragu më i lartë i durimit tek mësuesit, drejtuesit e institucioneve, ata që janë brenda institucionit ku këta të rinj kryen këto provime, të jenë më mirë kuptues, më empatik, me fjalë më të ngrohta, me fjalë më mbështetëse, për të kuptuar teksa kuptohet dhe dim që janë gjenerata të cilat janë në zhvillim sipër dhe për të garantuar një mbështetje emocionale sa më të mirë dhe për të pasur produkt sa më të mirë, atë që ne kërkojmë nga ta, pra të dalin dhe të kënaqur nga ky proces. Rudina, për ta përmbyllur, cilat do t'jenë këshillat që do t'u rekomandoni të gjithë maturantëve që janë nështruar sot provimit të gjuhës së huaj, por jo vetëm për të vijuar më pas deri në datën 24 qershor dhe me provimet e tjera bazë? Unë do të thoja që të jenë vetvetja,
të pushojnë sa më shumë gjatë periudhës që janë duke dhënë provimet, pra përveç se bëjnë ato kalimet e fundit, përsëritjet e fundit, t'i japin mundësinë që dhe të pushojnë, t'i japin mundësi vetes që të pushojnë sa më shumë, sepse edhe memorizimi i gjithë gjërave përfundimtare që ata kanë kaluar, shënimet e gjithçka, garantohet më shumë memorizimi në terma afatgjatë të gjithë informacionit, gjatë kohës që neve japim vetes mundësinë për t'u qetësuar, të mos synojnë notën, për të synojnë që t'japin më të mirën e tyre në provime, për të përjetuar së më pak ankth, të mos krahasohen me të tjerët, të ndajnë eksperiencat e tyre teksa komunikojnë në grupe, në WhatsApp apo në platforma të tjera ku ata komunikojnë dhe shprehin këto shqetësimet e tyre, por duke respektuar arritjen e gjithë secilit. Çdo individ është unik dhe nuk mund të jenë të gjithë njësoj. Disa janë më të aftë, disa kanë aftësi në disa fusha të tjera, përveç këtyre lëndëve që po jepen provim. Pra, thjesht të jenë vetvetja, ta shijojnë procesin. Janë momente shumë të rëndësishme të cilet do mbeten në memorien e tyre dhe ta bëjnë këtë proces sa më të bukur. Të mbetet i bukur në memorien e tyre. Rudina, të falenderoj. Suksese të gjithëve. Po, suksese të gjithë maturantëve dhe shpresojmë që të dalin sa më të kënaqur dhe sipas pritshmërive të tyre. Faleminderit. Shikues të nderuar të televizionit Adheu, ishim deri në këto momente me psikologen Rudina Koromani, e cila dha disa këshilla të vlefshme për të gjithë maturantët të cilët ndodhen në sezon provimesh. Mirupafshim.